Mirë se të gjej në kuzhinë. Mirë se erdhe. Ç'do ham sot? Ç'kemi sot për drek? Për mëngjes, për drek. Tani më thë ç'a do ham? Ç'a të na këtë qefi? Ta porosisu një picë. Se shoh që pas ke marrë me qef. Ata lë picën për nesër të bëj sot pinerli? Që të dush ti? Kishim lënë që do bëjmë pica sot. Kjo është madhështia. Dhe të bëjmë pinerli sot pra? Le të bëjmë pinerli. Pinerlit janë pak a shumë si picat janë, patjetër. Por s'kam faj unë që pash brumin. Jo, s'ke faj fare, nuk e faj, sepse i gjitha gjë është po thuaj, se brumi është i njëjti. Dhe do ta shikoni, po ta them që tani shuat kureshtja. Për brumin më duhet tamam miell. Hop, çfarë mielli? Çfarë mielli të dëshironi ju? Ja, për shembull. Më duhet edhe mielli i misit, pak më vonë. Miell gruri. Shtoj. Sheqer. Një mas kripe. Vajnë. Hop, i largoj. I përziej. Patjetër kisha shtuar pak ujë dhe më duhet të krijoj një brum të butë. Ku është kripa, është sheqeri. Ndërkohë që është një brum paraprak që ne... Pra, mund ta bëni me çfarë do lloj mielli. Po të doni ju edhe me miell thekre. Por e mirave është me miellin për pica. Largoj, nëse uji është pak më i nxehtë, gjë që unë e kam pak më të nxehtë, e shumta do shtoj miell. Dhe pse mos shtoj miell? Se kaq vetë sa jemi ne, patjetër tani merr dhe më shto miell pa çdo përdorim. Pa hesap kur thon. Jo, pa hesap, do ta bëjnë çike hesapin se është i nxehtë. Jo, është i nxehtë e prandaj thash pa hesap. Pra, normalisht ty ta merr më tepër si gjysmën e pakos kur uji është i nxehtë. Prandaj dhe themi që ne na duhet uji të jetë i vakët. Uji i nxehtë fillon dhe ellaskon brumin. Kështu? Jo, nuk e zën fare me qumësht, absolutisht. Më duhet të jetë një brum i butë, elastik, nëse unë e kam më të butë për shembull, patjetër që duhet ta kaloj në miell misri. Majan, oni këtë lutem këtë këtu. Është ardhur. Majan e vendosim me sheqer. Pra, ky brumi. Unë kam vendosur maja të thatë në miell direkt. Ndihet ajo thartira e majas, e zënjes, ja. Në këtë proces është shfryrë, ka fishuar madhësinë. Kështu që ne e zbulojmë dhe e përdorim derisa masa e brumit, mos e mbyll fare të do më duhet, të filloj dhe të pastroj enën. Pastroj dhe duart me miell, sepse dua ta lë që dhe këtë brum ta kem gati për më vonë. Derisa ena të pastroj, do thotë që brumi është i butë. Nëse ne duam ngjitës, që duhet pak ngjitës se jetë. Ja. Unë do t'i shtoj pakës fare vaj dhe e kam në rregull. Edhe vaji e mban të butë, nuk e lë dhe që të thahet gjatë kohës që dyfishohet. E largoj. Ja e vendosim. Kjo është formula pra kombinimi i brumit, që do të zini brumin për ta lënë tani 20 minuta, 30-40 minuta. Faktikisht, një orë gjysë është e dukur tamam, faktikisht. Okej, por? Laj duar dhe heqë gjitha gjërat këtu. Pinerli. Si ishte dhe një si që është receta? Shojmë pak përbërësit të saj me çau ta mbushim tani se zum brumin. Recet greke, kjo me pancet, me mozzarella dhe me vezë. Tani do të përgatisim brumin të parin me gjysmën e pakos me miell, pra një 500 gram miell, maja të thatë 7 gram ose 25 gram maja e freskët, maja e butë. Ujë të vakët, sheqer, krip dhe 2 lugë vaj ulliri. Tani, për mbushjen, vendosim në këtë brum,
mozzarella të grirë, djath kachkavall të fortë, djath të bardhë, pancet ose prosciutto të tymosur, 4 vezë, piper i zi, rigon, gjalp përsipër, pas pjekjes, kur të ketë marrë dhe atë nxehtësinë e duhur. Kjo është receta, kemi zënë brumin dhe kemi lënë që të pushoj. Pasi ka pushuar gati 1 orë, e punojmë përsëri. Pra si tham, na duhet elastik dhe jo ngjitës. Kavarin, që nuk e lejon që të nxitet, që e mban elastik dhe të butë. Del tamam se ato topat e mozzarellës. Po. Kur e përpunojmë që duam që të në 4 pjesë ndajmë, të të bëjmë mbushjen. Si që thamë, me djathra të ndryshme, një mix përzjerë, me djath kashkavall, djath mozzarella ose djath të bardhë. Ka vezë, ka prosciutto, kemi zgjedhur një nga prosciutat qafe tymosur crudo nga tona, mes varieteve të ndryshme që na ofron në kompania jonë, për të përgatitur receta të ndryshme, që nga ato më bazike të përditshme të familjare, deri tek receta më të rafinuara, apo më që kanë më tepër kohë për të servirur, apo antipasta të ndryshme, e të tjera. Pra, mund të sjellim variante të ndryshme të përgatitjes së këtyre produkteve. Tani, me këtë masazh që i bëhet brumit, imagjino se çfarë butësie do t'ju them, në fund ndjesia në dorë do të jetë njësoj si pjesa e mëlçisë së bardhë, ndjesia në dorë. Niki, të lutem shumë, ta hapim me pancet, po. Nga marrë pagërshorët se mbyllja shumë hermetike bëhet për të siguruar sigurisht produktin. Ja, po t'i nxjerr disa copa. Si që thamë pra mbushjen, tani këto vezët janë të pazjera? Pazjera janë. Marrë edhe tepsin, tavën. Tavën e kemi mbrapsht. Përjapim këtë formën si varka të vogla, të mbushura plot me djath prosciutto. Si ishte tava do t'jenë mbrapsh? Okej. Nga që është dhe i butë. Sepse kështu duhet t'jetë faktikisht brumi, duhet të jepet. Kam edhe një që do ta ngjizë të shkrijë aty. Do ta bëj më të madhe këtë. Edhe më për kështu, për së gjëri. Kjo është receta e njohur greke, pinerli, që ka atë brumin e butë, shkrifët, dhe pastaj mbushjen me djath prosciutto dhe me vezë. Kemi shtuar ende vezët, do t'i rajmë ato vezët? Absolutisht fare, ashtu siç janë. Ashtu siç janë. T'y hapim një vend. Dhe kur t'i pish një po arsyeja që vendoset përmbys tepësia? Po sepse është më kollajt për ta kapur. Këto vendosen në fura druri. Okej, piqen aty në fura druri dhe marrën atë lopatë. Ne fura druri se kemi
është e vështirë të kesh një furrë druri tani këtu, sepse edhe në pizzeri po kanë furra me korrent. Shtoj. Djathin. Ne bëm 3 pjesë. Me një masë më të vogël të brumit, të treguam dhe mënyrën se si brumi zihet, si një brum i zakonshëm i një pice. Na ka mbetur për të shtuar vezët dhe në fund fare pasi të piqen, pas pjekjes, në atë nxehtësinë e furrës, do t'i shtojmë dhe pak gjalp për aromë dhe për të mbajtur të buta brenda produkteve, ja kështu, i sistemuam. Një vark. Gjatë pjekjes, brumi sërish do të fryhet. Vark e shpëtimit për stomakun, normalisht. Po, shpëtimi i stomakut. Po, Lëre, se më kanë dalë edhe ndyrnat më kanë dalë të larta. Lëre! Goja shkret. Pa tjetër që është i but brumi. Atë po shifja se thash do hapesh dhe na dilnin copat e djathit dhe të proshutës, por sa të kapet në nxehtësi në një furrë të parangrohur për t'i mbrojtur të treja pjesët. Është edhe veza për të shtuar. Veza shtohet pastaj. E marrë e vendos në furrë direkt. Prinerlit që të vendosim tavën e dytë, po me siguri që edhe pak minuta më vonë do t'ja u tregojmë të përfunduara përpara se të mbyllim hapësirën tonë. Ja, tek kemi pinerlin e famshme greke me mbushje djathi, proshute dhe me vezë. Njëra prej tyre ka 2 vezë, që është dhe më e madhe. Në këtë nxehtësi të furrës i lyejmë edhe me gjalp për të ruajtur atë aromën, për t'i mbajtur të buta dhe me shkëlqim. Që është çike nxehtë ajo se është një brum i but dhe fal miellit që kemi ne faktikisht, fal olës, e kemi akoma dhe më të butë, sepse edhe mielli ka të bëjë. Patjetër, mielli super, i kuq ose mielli për pica ose mielli për çdo përdorim. Të gjitha bëjnë punë në çdo gatim faktikisht, por në raste specifike, për shembull, ne mund të zgjidhni fare mirë miellin për pica, miellin e parë, që është e specifikuar që e bën këtë brumin të shkrifët të butë, e lëmë më njanë dhe kalojmë tek receta tjetër. Tek shoqëruesja. Atëherë, bëjmë një përmbledhje, i sjellim pak më këtej, në qendër, bashkë me qoftet. Unë nuk e di deri në çpik kemi dhe po piqen a janë të duhurat për t'i servirur, por po e ndërpresim pak procesin sepse na duhet të plotësojmë puzzle-in e tryezës tonë me produktet e gatuara, me recetat e gatuara për sot, që kemi nisur me pinerlin e famshme greke, me qoftet e pulës, me qep të karamelizuara dhe me taratorin special. Kujdes, është akoma e nxehtë. Këtu është një brum i butë, i shkrifët. Dhe qoftet po i lëmë se do ta vendos përsëri atë tepsinë në furrë.